Maturantët e gjimnazit Rajshi Shirinxhi në Korçë kanë festuar përfundimin e një etape të rëndësishme të jetës së tyre shkollore me një ceremoni të veçantë të organizuar në ambientet e teatrit Andon Zako Çajupi. Mes emocionesh, kujtimesh dhe duar trokitjesh, ata i dhanë lam të mirën viteve të gjimnazit, duke ndarë me njëri tjetrin momentet më të bukura të kësaj periudhe dhe duke shprehur mirënjohje për mësuesit dhe prindrit. Është dita më e rëndësishme. Këto 3 vite për mua nuk kanë qenë vetëm orë mësimi, as kanë qenë ditë që ne na sollën deri këtu, na kanë formuar karakterin ton dhe tani ne dalim për të ardhmen ton që ta formojmë me dinjitet. 3 vite gjimnaz na kanë formuar si njerëz dhe për të dalë në jetë. Është një emocion që nuk mund të përshkruhet, as me fjalë, as me vepra. Thjesht duke parë vetëm fytyrat tona mund të kuptohet gjithçka. Është një rrugëtim i mbyllur për ne dhe fillimi një kapitulli të ri që e presim me pa durim. Hapat e para që kam bërë atje kanë qenë maktitse, domethënë kujtoj vitin e parë plot kujtime. Duke një shkollë shumë e madhe gjigante që nuk do arrija t'ia gjeja fillimin dhe fundin, por tani që mbaroi dua t'i kthem përsëri nga fillimi gjithçka. Dhe absolutisht stafi pedagogjik ka qenë më tepër kemi qenë si shok dhe si mish me një tjetër duke u munduar të fusim edhe ato njohuritë që duhet kishim, por që kanë qenë të mrekullueshëm gjithë. Kjo është nga ditët më të veçanta për ne, që ne mezi kemi pritur këto 3 vite, nuk e mendonim kush do shkonte kaq shpejt. Të gjitha thoshin që 3 vitet e gjimnazit kalojnë shumë shpejt, nuk i besonim, derisa erdhëm në fund dhe tani kuptuam që kujtimet që kemi bërë me njëri tjetrin, momentet e bukura që kemi kaluar, por edhe të vështira nuk mund t'i anashkalojmë dhe ato, kanë qenë pjesë të formimit tonë që na kanë bërë njerëzit që jemi sot dhe do ta mbështesin gjithmonë në rrugën tonë të gjatë të arsimit dhe jam shumë falenderuese që ka qenë pjesë e kësaj shkolle të mrekullueshme që është Rajshi Shirinxhi. Jam e fat për njerëzit që kam njohur, për shoqërinë që kam krijuar, për mësuesit që më kanë dhënë të këto dije dhe jam vërtet mirënjohëse dhe falenderuese. Në fjalën e saj, drejtoresha e shkollës falenderoi stafin pedagogjik dhe prindrit për mbështetjen e vazhdueshme, ndërsa u uroi maturantëve suksese në rrugtimin e tyre të mëtejshëm akademik dhe profesional. Falenderoj me respekt të gjithë mësuesit e kësaj shkolle. Misioni i mësuesit nuk matet vetëm me njohuritë që përcjell, por me gjurmët që lënë zemrat dhe mendjet e nxënësve. Ju keni qenë udhërrëfyes, mbështetje dhe frymëzim për ta të rinj në rrugtimin e tyre drejt dijes. Një falënderim e veçantë shkon për prindrit. Askush nuk i njeh më mirë se ju peshën e sakrificave, netëve pa gjumë, shqetësimeve dhe shpresave që kanë shoqëruar rritjen e fëmijëve tuaj. Sot është edhe festa juaj, sepse në çdo sukses të tyre ka një pjesë të zemrës tuaj. Ceremonia u mbyll me ndarjen e certifikatave të vlerësimit për maturantët me rezultatet më të mira, si dhe me hedhjen tradicionale të kapelave, një moment simbolik që shënoi përfundimin e ciklit të studimeve në gjimnaz dhe nisjen e një etape të re në jetën e tyre.